Taulan Seferi po kalon një sezon fantastik me Bodrumsporin, dje shënoi dhe asistoi për ekipin e tij në transfertën e Adana Demirspor. Seferi asistoi fillimisht në minutën e 69, më pas realizoi golin e tij vetëm 7 minuta më vonë, kështu tashmë është në kuotën e 13 golave dhe 5 asisteve në ligën e parë turke, ndërsa janë 23 paraqitje nga ana e tij. Në sfidën e djeshme që u fitua 0-5, Arlinda Jeti spikati gjithashtu duke realizuar 2 golet e parë, ndërkohë dhe pse qendërsulmues Seferi po shkëlqente në krahun e majt. Ish-lojtari i Tiranës nuk mori ftesë nga kombëtarja në vitin 2025. Bodrumspori është me pretendime në kategorinë e dytë për nga rëndësia. Klubi ku Seferi është kryefjalë synon ngjiitje në elitën turke të futbollit. Arlinda Jeti ka bërë bomber ndje me Bodrumsporin, ishte pikërisht mbrojtësi kombëtares që shënoi 2 gola në transfertën e Adana Demirspor. Minuta e 11 e takimit pa Jetin që të merrte topin në zonë, mbrojtësi vendosi të provojë direkt vet duke tundur rjetën. Goli i dytë erdhi në minutën e 43 pasi Ajeti shfrytëzoi harkimin nga këndorja për të goditur si duhet me kokë. Ky rikthim në ligën e parë turke vjen pas kartonit të kuq që e la jashtë të pezulluar për 2 ndeshje. 32 vjeçari që aktivizohet si titullar te kombëtarja tashmë numëron 3 gola për këtë sezon.